Ceremonia e çmimeve kombëtare të letërsisë për vitin 2024 u shoqërua këtë vit jo vetëm me vlerësime për autor dhe vepra, por edhe me debate të forta mbi transparencën, kriteret dhe vetë strukturën e çmimeve, duke ngritur pikpyetje serioze mbi mënyrën se si institucioni administron këtë proces. Një nga zërat kritik ishte shkrimtarja Elban Tufa, i cili vën në duke mungesën e njoftimit publik dhe përzgjedhjen selektive të të ftuarve në ceremoni. Këto për çmimet kombëtare të letërsisë një zot dhe sigurisht organizatori e di se përse shpallen krejt në beft, e po ashtu në heshtje, sikur shkrep një rufene mes të ditës me diell, domethënë si ojë qët kur bëjnë aktivitete për të justifikuar buxhetet. Pra me çfarë kriteri ftohen disa njerëz dhe jo disa të tjerë për ta ndjekur nga afër këtë ceremoni, a nuk do të qe ullës t'i ftonin ata finalistë që veti nxorrën? Paranteza e drejtoreshës në ikje se debatin për çmimet kombëtare, ajo e pret dhe e mirëpret, e përkeqëson edhe me këtë ngjarje. Në të njëjtën linjë shqetësimi, shkrimtarja për fëmijë Rovena Rozhani ngre një problem edhe më thelbësor, mungesën e disa kategorive kryesore nga vetë struktura e çmimeve kombëtare. Çmimet kombëtare të letërsisë për vitin 2024 dhe që janë dorëzuar në 2026 nuk janë dhënë për letërsinë për fëmijë, prozën e shkurtër dhe poezinë. Nuk po shoh asnjë njoftim zyrtar, po lë këtu disa pyetje për cilin do që ka më shumë informacion apo mendim mbi këtë që ndodhi. Kush e ka ndryshuar strukturën e çmimeve kombëtare? Çfarë vlere kanë fondet e QKL-s në një poezi, prozë dhe letërsi për fëmijë, nëse çmimet kombëtare dhe çmimet e panairit injorojnë këtë investim duke hequr çmimet sa herë që duan? Reagimet e shkrimtarëve nxjerrin në pa një problem të kahershëm të politikave kulturore, mungesën e transparencës, komunikimit institucional dhe dialogut me komunitetin letrar, duke rrezikuar që çmimet kombëtare të humbasin jo vetëm besueshmërinë, por edhe rolin e tyre si instrument orientues për lexuesin dhe jetën letrare në vend.